Komenti juaj, Mustafa, o e bëjmë qeveri, ne o shkojmë zgjedhje? Tash, si ta komentoj, nëse komentoj në rrafshin kushtetues, ka një gjysmë të drejtë ministri. Në rrafshin politik, po flasim se kushtetues, po. Po, më falni se nuk e mbaj mend, po dikush aty në studion e juaj e tha dhe politika është edhe çështje numrash, edhe çështje procedurash. Po, zoti Kryeziu, zoti Kadri Kryeziu, po. Po, pra, zoti Kryeziu ishte shumë i saktë. Politika, demokracia, sidomos që demokratike kanë edhe çështje numrash, edhe parlamenti është numra, është procedurë, është. Pra, në aspektin procedural e kushtetues, vendimi ose interpretimi i gjykatës kushtetuese i jep të drejtën ekskluzive partisë ose koalicionit që ka dalë i pari në zgjedhje, që të fillojë të nisë pra orën demokratike e zgjedhore, pra në këtë e kushtetuese. Pra në këtë rast lëvizja vetëvendosje i takon që me 15 prill siç ka vendos presidentja që të mbahet seanca e parë e këtij licitacioni, kësaj licitature, atëherë vetëvendosja i takon sipas interpretimit të gjykatës kushtetuese që të jap emrin për që të nominojë dikën për kryetar të kuvendit dhe kështu pastaj fillojnë gjitha këto procedurat demokratike. Pra deri këtu jeni okay. Deri këtu ka të drejtë. E pastaj pjeca tjetër pashtu kushtetuese thotë se nëse i pari nuk arrin që të formojë qeverinë, atëherë kushdo tjetër që e bin presidentën e vendit që mund t'i ketë së paku 61 deputet për votuar qeverinë, i kalon mandati pra për të formuar këtë qeveri. Pra nuk është i dyti, i tretë, i katërti, po kushdo që e bin. Pra, kjo është procedura kushtetuese politike, varësisht si doni ta. Po, Mustafa, nuk është ky një lloj shantazhi? O shkojmë zgjedhje, o e bëjmë qeverinë ne, o shkojmë zgjedhje? Sepse për ta bërë qeverinë duhet 61 numra. Nëse nuk e bën çka? Edhe është e pranueshme për ju të shkohet në zgjedhje paraprakisht në një situatë tillë. Parti politike kushtrim ekzistojnë për të shkuar në zgjedhje, pra duhet se keni droj punën e zgjedhjeve. Shkojmë zgjedhje kur doni. Jo, mas pak ashtu kështu, pas 5 muajve, 6 muajve jemi në zgjedhje lokale, pra na zgjedhje tjera janë ato. Po them si parti politike, se cila parti politike është gjithnjë e gatshme për zgjedhje. Deshi apo s'deshi, ti gjithmonë duhet të jesh në zgjendje gatshmëri, prandaj edhe LDK është. Vetëm joja është e madhe për Kurtin, apo? Edhe një herë joja e LDK-s, jo. Pra refuzimi i LDK-s për Kurtin është e madhe dhe nuk ndryshon kjo. Duket ishte e qartë nga shkresa e kryetarit Abdixhiku që nuk do të marrin pjesë as në një takim konsultativ, siç do që ka menduar zoti Kurti, nuk do të marrin pjesë as në këtë takim. Pastaj, Drenoli ka një reagim. Xhavet Drenoli, urdhëro. Në fakt më tepër si pyetje, përshëndetje zoti Mustafa. Përshëndetje. Është një paragraf aty tek ky statusi estetik e quajtet ju, faktikisht e i tillë, ku thot let mbetet kjo një përgjigje edhe për të tjerët, të cilët tash nuk po e citoj si tha, po demek po e mësojnë LDK-n si të veproj. A është kjo një ju e madhe, jo vetëm për vetëvendosjen, por edhe për partitë opozitare kur e kam fjalën partitë opozitare të legislaturës kaluar, sepse ende nuk e kemi konstituuar kuvendin për të pasur pozitë dhe opozitë. Pra, për neve në studio besoj që për shikues është shumë e rëndësishme dim se ka të drejtojmë debatin. Pra, është LDK-ja e cila në këtë fazë nuk shkon në koalicion tashmë me vetëvendosjen veç u bë dhe publike, por as me subjekte tjera. Apo është apo s'është, pra, kjo është pyetja, sepse në bazë atij po thamë edhe një herë paragrafi që është shkoqita pak dhe citova, thuhet qartë se le të mbetet përgjigje edhe për tjerët. Nëse mund ta komentoj pra pak më ta sqaroj më ose ta shtjelloj pak më shumë pra këtë paragraf. Pra ideja ka qenë që në emër të LDK-s flasin organet dhe të zgjedhurit brenda strukturave të LDK-s. Pra në këtë rast kryetari i partisë, kryesia e partisë, këshilli i përgjithshëm e kështu me radhë. Kjo është në rregull. Po kjo është në rregull. Po pra mos të lexojmë për tek saj, pra kjo ka qenë mesazhi brenda atij paragrafi. Po mbetet LDK-ja mbetet e hapur megjithatë, nëse vetëvendosja nuk arrin që ta krijojë qeverinë, mbetet e hapur që të bashkëpunoj me partitë tjera opozitare për themelimin e qeverisë? Tash fillimisht është pyetje hipotetike, pra nëse vim deri aty që vetëvendosja nuk arrin, e kemi njëri nga paragrafet atje në fund të shkresës së zotit Abdixhiku, ku thotë ku shprehimisht që LDK mbështet
pra konstituimin e kuvendit, formimin e qeverisë nga mandatari, pra në këtë rast nga lëvizja vetëvendosje si partia e parë në këtë zgjedhje, dhe natyrisht nëse dështon, kjo është një pikpyetje e madhe, nëse dështon, unë siç po shoh dhe analizat edhe nëpër studio, me gjas edhe nga deklaratat e vet disa nga figurat e vetëvendosjes që ata kanë mundet, paktën kështu deklarojnë publikisht. Mos është edhe që falë, edhe vetëm në ndërhyrje e fundit besoj. Mos është që edhe LDK-ja po lutet. Po lutet që vetëm mos shkojnë zgjedhje, po vetëvendosja ta bëni qeveri, sepse realisht unë besoj i dha vetit drejt, do shta edhe me komentu, po pasi të shkyqëm lidhen, besoj do të debatojmë, sepse unë e shoh që pas ti mesazhit stilistik, që ndron një mesazh i cili nuk është në publik, është hipotetik, kuptohet i menduar nga on, ku i thot Albin mos bëj gare të lutem, se ti di që si kam punë hiç mirë brenda LDK-s, çurbane qeverinë me nismen me ata, se as nuk jem për me shkuën zgjedhje, as nuk jem për me të përkrah ty, e aq më pak me përkrah PDK-n me shkuën në një qeveri. Pra, a është ky farë lloj mesazhi hipotetik? Si e deshifrove kështu pra? Po deshifrova sepse ne e dim fare mirë se si kanë rrjedh gjërat edhe brenda LDK-s, edhe rezultati, edhe reforma, edhe gjitha ato. Tash mos ma merr për të keq, unë jam komentator politik dhe më lejo pak a shumë të lëshoj me hipotezat e tilla. Edhe për ata dhe kam besimin që mund t'i drejtohem me pyetje të tilla. Pa merak, në fakt pyetje e shkëlqyeshme. Më shumë është e drejt, më shumë e them në mënyrë kolegiale. Më shumë është e drejtuar si rikujtim i përgjegjësisë kushtetuese, pra në këtë rast partisë ose koalicionit që ka dalë para, që të mos, po flas shumë me term shumë popullor, që mos të zhagis procedurën ose procesin. Pra, ke mandatin e plot sipas interpretimit të gjykatës kushtetuese që të formosh edhe institucionet, pra edhe kuvendin, edhe qeverinë, mos e zhagitni këtë proces, nominoni dikën për kryetar të kuvendit, posa të përfundoj kjo, themeloni qeverinë ose tentoni për themelu qeverinë, nëse nuk arrini ju, pastaj presidentja i kalon kujt do tjetër që ka mund ose pretendon ose mund ta bëjnë presidentin që ka frasht, është më shumë thirrje për të vazhduar me përgjegjësinë kushtetuese se sa çka do tjetër. Edhe dy komente i kam, një nga zoti Sem Berisha, ish kolegu juaj dhe nga kuvendi, dhe ju e njehni shumë mirë. E ka përshtypjen që do të sfidoj fort zoti Berisha, sepse pyetjet dhe komentet i ka përcëllues zakonisht. Jo. Kështu, kam dy pyetje dhe një komentim pastaj. E para, në letër dhe ju si që interpretuat, domethënë në frymën e njëjtë, siç është përmbajtja e letër dhe kjo është korrekte. Unë më shumë kom parë hatërmbetje se sa distancim për shkak të parimës dhe filozofisë